si çdo mbrëmje tjetër prej 12 ditësh, dhjetra mijëra qytetar mblidhen fillimisht në qendër të Tiranës, vijojnë marshimin e tyre përpara godinës së kryeministrisë dhe mëtej në rrugët kryesore të kryeqytetit. Me slogane, pankarta në duar, thirrje të vazhdueshme, duke kërkuar largimin dhe dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, vijon marshimi i tyre prej më shumë se 4 orësh tani më. Një protest si kur më parë me një pjesëmarrje masive rekord. Pjesëmarrje nga qytetarët jo vetëm brenda Tiranës, por edhe qytetarë të tjerë nga qytete të Shqipërisë, por edhe qytetarë të cilët kanë ardhur nga shtete të ndryshme të botës ku ata jetojnë. Kujtojmë që për 12 ditë me radhë, teleshikuesit nëpërmjet ekranit të News 24 kanë pasur mundësinë të ndjekin zhvillimet pa ndërprerje përmes lidhjeve direkte nga terreni që në nisje të protestës, raportime live të gazetarëve, transmetimeve të pamjeve të drejtë për drejta, të gjitha fjalimeve që janë mbajtur poshtë zyrës së kryeministrit Edi Rama. Një ngjarje duhet thënë që ka tërhequr vëmendjen e mbar opinionit publik dhe ka dominuar debatin politik në vend. Ky mbulim i drejt për drejt përmes pamjeve të ofruara nga ekipi ynë në terren dhe redaksia e News 24 ka bërë të mundur që teleshikuesit të ndjekin vetë të gjitha zhvillimet, atmosferën në terren dhe dinamikën e protestave në kohë reale. Edhe sot, si në të gjithë ditët e tjera, News 24 vijon transmetimin e drejt për drejt, duke ndjekur nga afër çdo zhvillim, hap pas hapi çdo marshim të protestuesve dhe çdo moment duke pasqyruar me pamje live. Një vazhdimsi e televizionit News 24 në këtë raportim që ka bërë të mundur që ky ekran të jetë një nga burimet kryesore të informimit të teleshikuesve, duke komentuar në kohë reale një prej ngjarjeve më të rëndësishme të momentit në vend. Siç është kjo protestë qytetare në ditën e 12, e cila vijon me të njëjtën rezistencë dhe ndryshe nga protestat e tjera të cilat mund të vinë duke u zvogëluar në numër, kjo protestë ka treguar një pjesëmarrje masive e cila vjen dhe shtohet ditë pas dite. Organizatorët kanë deklaruar se qëllimi është të vazhdohet me këtë rezistencë për të rritur presionin qytetar deri në realizimin e kërkesave të tyre. Ky tubim i protestuesve pas kryeministrisë ka vijuar në rrugën e Kavajës, rrugës së Durrësit, rreth rrotullimin e Zogut të Zi, drejt rrugëve të tjera të kryeqytetit me thirrjen Rama jep dorëheqjen. Qytetarët duken të vendosur për të shkuar deri në fund të kësaj revolte, ku pas tubimit prej disa orësh para kryeministrisë kanë nisur marshimin në rrugë të Tiranës. Duhet thënë që është një protestë e cila nuk është parë kur më parë, një protestë e cila ka kaluar çdo pritshmëri dhe ka marrë mbështetje nga shqiptarët kudo ku janë. Diaspora nuk ka ofruar vetëm thjesht një mbështetje morale,
ata nuk janë dalur me kaq, kanë organizuar protesta, marshime, tubime në kryeqytetet më të rëndësishme të botës, ku së fundmi nga organizatorët e protestës ditën e sotme është thirrur jo vetëm ditën e nesër me një tjetër protest, po e njëjtë, por më 13 qershor është njoftuar edhe një tubim ku thirrja i është bërë edhe diasporës që t'i bashkohet. Mesazhet kanë qenë të ndryshme, që nga korrupsioni, ka pasur mesazhe për drejtësinë, ku kanë kërkuar hetim për kryeministrin Edi Rama, kanë kërkuar reagim nga ana e drejtësisë për dorëheqje, hetim dhe konfiskim të pasurive. Kemi parë pamje spektakolare, qoftë me dron, ku është parë një numër rekord pjesëmarrësish, një tubim që ka marrë një mbështetje masive dhe një jehon ndërkombëtare, duhet thënë, pasi edhe mediat e huaja, ato më prestigjioze, i kanë kushtuar lajme kryesore kësaj proteste, e cila vijon të qëndrojë dhe të bëjë rezistencë në ditën e 12. Sot kjo protestë është ndëruar në një lajm kryesor, ku të gjithë qytetarët, populli shqiptar, shprehen kundër qeverisë dhe klasës së vjetër politike. Prej shumë ditësh protesta ka dominuar debatin publik në Shqipëri. Ajo që nisi fillimisht si një kundërshtim ndaj një investimi të diskutueshëm në një zonë të mbrojtur, është ndëruar menjëherë në një debat më të gjerë për mënyrën se si merren vendimet publike, për raportin mes zhvillimit ekonomik dhe mbrojtjes së interesit publik, por dhe për besimin e qytetarëve tek institucionet. Një protest e cila ka kaluar kufijtë e Shqipërisë, ka marrë jehon në media ndërkombëtare, ka sjellë reagime të shumta, të cilat janë pasqyruar minutë pas minute, me pamje të drejtë për drejta në News 24, me lajme të fundit nga redaksia e Balkan Web, për t'u mbajtur të informuar me zhvillimet dhe ngjarjet kryesore nga terreni, nga komentet e ndryshme dhe nga reagimet nga vëmendja që ka marrë kjo protest edhe përtej kufive. Shikojmë në këtë pamje që qytetarët janë drejtuar zonës së Laprakës, nuk reduktohen në numër, dukshëm janë të gjithë në solidaritet, në unison me njëri tjetrin për të vijuar marshimin e tyre.
Vyem të jemi me këto pamje të drejt për drejta. Protestuesit janë drejtuar në zonën e Astirit në këto momente. Vjojnë me pankarta në duar, thirrje një zëri, Shqipëria është shqiptarve dhe duke kërkuar dhe dorëheqje të kryeministrit Edi Rama. Ne do të vjojmë me këto pamje të drejt për drejta të ndjekim nga afër këtë protest të ditës së sotme në ditën e 12, ashtu si janë transmetuar nga televizioni News 24 pamje live që prej ditës së parë të organizimit të kësaj proteste që nga nis